Institucione publike dhe private në komunën e Prishtinës kanë mbetur pa mbikëqyrje sigurie, pasi punëtorët e angazhuar përmes një kompanie private të kontraktuar nga komuna Prishtinës kanë ndërprer punën. Arsyeja kryesore është mungesa pagave dhe kontratave të rregullta. Për këtë shkak, punëtorët protestuan sot para ndërtesës së komunës së Prishtinës. Ka njëri këtu që ka kredi, ka njerë që janë smut, ata kanë familje, kanë fëmijë në për shkolla që shkojnë, edhe ata ju duhen edhe aty në pagat me qka letë fëmija, po kanë edhe obligime shtetnore. Gati 4 muaj s'kena marrë rrugën. E maj familjen, duhet, që shtojnë, rrimen, bardakën, ujë, vjen, senet me pagu, s'po kena pare. Punëtorët theksuan se do të ndalin punën deri në gjetjen e një zgjidhjeje. Drejtoria për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës ka njoftuar se përmes drejtorisë së financave ka bërë kërkesë zyrtare që nga java kaluar për të mundësuar procedimin e pagesave për kategorinë e shërbimeve të sigurisë ndaj punëtorëve të sigurimit. Megjithatë, për shkak të bllokimit të mjeteve financiare të kryeqytetit, deri me sot nuk ka pasur mundësi të realizojë pagesat e nevojshme, pavarësisht thonë për kushtimit të tyre për të zgjidhur këtë çështje në kohë.